Banka e Shqipërisë raporton se bizneset po i mbyllin parat në banka në përpjekje për të siguruar sadopak fitim. Një lajm i keq për ekonominë që dëshmon se sipërmarrja nuk po investon për të zgjeruar aktivitetin, çka do të rriste prodhimin dhe do të gjeneronte vende pune. Zgjerimi i stokut të depozitave në valutë ka ardhur kryesisht në formën e depozitave të biznesit, thekson banka në raportin e politikës monetare. Por pse po ndodh kjo? Më shumë se sa me përgjegjësimin e klimës investimit, mendoj që ka të bëjë me një lloj kurje që ka konsumi. Nëse ulet konsumi, ulet kërkesa, çka i bën më pak motivuara bizneset për të zgjeruar prodhimin e tyre. Faza e parë e reagimit bizneseve është përdorimi i kredisë bankare kryesisht për paga ose për shpenzime qarkullimi operative, dhe një fazë e dytë ku ato janë në një gjendje më stagnacioni dhe më pritje është depozitimi. Banka e Shqipërisë vlerëson se depozitat në sistemin bankar shënuan një rritje mesatare vjetore me rreth 2.8% në muajin tetor-nëntor. Në term absolut, stoku i depozitave në total rezulton rreth 2.1 miliard lek më lart se në fund të shtatorit. Zhvillimet sipas monedhës evidentojnë një tkurrje me rreth 3.1 miliard lek të depozitave në lek, e cila është kompensuar plotësisht nga zgjerimi i depozitave në valutë me rreth 5.2 miliard lek. Tërheqja e parave në lek nga bankat është plotësuese e konsumit që ata kanë. Pra, duke mos pasur në të njëjtin ritëm të ardhurat nga puna ose nga remitancat apo nga tregues të tjerë, i drejtohen depozitave të tyre bankare për të plotësuar nevojat për konsum që kanë. Investimet private dhe konsumi janë dy nga faktorët kryesorë që vënë në lëvizje motorët e ekonomisë dhe kontribuojnë në rritjen ekonomike. Gjatë vitit që lan pas, ata penalizuan një pak ekonominë duke mbajtur në nivele të ulta inflacionin dhe duke dëshmuar për klimën e pafavorshme në vend.